në parim jemi mbledhur për dy gjëra kryesore, që për dy sektorët kryesor në këtë rast art, kultura, dhe unë kam marrë këtu pranë edhe zëvendës ministrin që mbulon këtë portofol Lira Pipa, dhe gjithashtu për sportin, meqense ka pasur dhe një themi interesim edhe mediatik, ka pasur dhe shkrime dhe informacione të ndryshme, të cilat na bëjnë që ndoshta duhet dalim këtu edhe për sportin, edhe për gjithë zhvillimet që kemi në ekosistemin e sportit në Shqipëri. Dhe këtu kam dhe zëvendës ministrin tjetër që mbulon sportin, Endrit Hoxhën, edhe që do më ndihmojnë të dy për pyetje të ndryshme, ose që do të kenë një sqarim më shumë për të bërë nga ato që do them unë. Sot në Këshillin e Ministrave ne miratuam strategjinë kombëtare të kulturës 2026-2030, që synon krijimin e një kuadri më të plot të politikave publike për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit kulturor në Republikën e Shqipërisë dhe përfshin pra periudhën 2026-2030 në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit, procesin e integrimit evropian dhe angazhimet ndërkombëtare të vendit në fushën e artit dhe të kulturës. Nëpërmjet një qasje shumë më të integruar dhe ndërsektoriale, strategjia synon të forcojë rolin e kulturës si faktor zhvillimi shoqëror, ekonomik dhe territorial, duke kontribuar në rritjen e mirëqenies së qytetarëve, forcimin e kohezionit social, zhvillimin e bilancuar të territoreve dhe konsolidimin e vlerave demokratike. Objektivi strategjik afatgjatë është që deri në vitin 2030 Shqipëria të konsolidojë pozicionin e saj si një qendër kulturore me rëndësi në Ballkanin Perëndimor dhe si një aktore aktive e hapësirës kulturore europiane, duke mbështetur zhvillimin e një ekosistemi kulturor qëndrueshëm, gjithëpërfshirës dhe sa më inovativ. Strategjia përcakton një paketë të qartë të reformash legjislative dhe rregullatore, duke nisur nga rishikimi i plotë i kuadrit ligjor kulturor dhe i ligjit për artin dhe kulturën, modernizimin e normave për mbrojtjen e trashëgimisë dhe vendosjen e statusit të artistit si një kuadër ndërsektorial. Së dyti, strategjia promovon turizmin kulturor dhe shkon përtej monumenteve, duke ofruar përvoja autentike të krijimtarisë, artizanatit, arteve skenike dhe trashëgimisë së përditshme. Strategjia në thelb përcakton një objektiv afatmesëm për arritjen e një niveli në 1 deri në 1.2% të prodhimit të brendshëm bruto, të dedikuar për kulturën dhe rekreacionin, sepse kështu formatohet në të gjitha parimet dhe në përputhje me mesataren e Bashkimit Evropian dhe me shtete për shembull si Rumania apo Bullgaria, por dhe Italinë duke marrë si referencë, duke u përpjekur që të dyfishojmë në mënyrë efektive nivelin aktual të investimeve dhe duke e vendosur Shqipërinë në këtë mënyrë në një trajektore edhe më të qëndrueshme drejt mesatares europiane. Kuptohet që ka vende që kanë nivele pak më të larta, por ne kemi si synim parësor që të paktën të luftojmë të jemi në themi sa më afër dhe sa më pranë mesatares europiane. Modeli financiar i strategjisë është ndërtuar mbi alternativa plotësuese financimi, që sigurojnë si vazhdimsi, ashtu dhe inovacion në forcimin e financimit të sektorit. Për shembull, fondet ekzistuese për kulturën që korrespondojnë me afërsisht 4 miliard lek në vit, që përfaqësojnë mesataren historike të alokimeve kombëtare për artët, kulturën dhe trashëgimin, e këto burime të ridrejtohen dhe të racionalizohen, të mirë administrohen, të mirë menaxhohen, pjesërisht për të përshtatur me prioritetet e reja strategjike dhe për të maksimizuar ndikimin e tyre. Përveç tyre, burimet jashtme dhe plotësuese, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, është një komponent shumë i rëndësishëm, duke përfshirë fondet ndërkombëtare, partneritetin publik-privat dhe mekanizmat e mbledhjes së fondeve, filantropinë, fondacionet, financimet e tjera private, sponsorizimet e tjerë. Këto do të shfrytëzojnë kontribute edhe nga programet e BE-s dhe nga donatorët dypalësh, si dhe nismat e angazhimit të diasporës, që është gjithsesi një realitet gjithnjë më i fuqizuar edhe në ato arena dhe zona ku ajo është e vendosur dhe ku jeton. Kjo është me pak fjalë për strategjinë.